I kthehemi sërish diskutimeve për formimin e qeverisë. Në fakt, mos formimin e qeverisë, e që vot pro konjuftës nuk patën ndje as deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këta të fundit ka herë gjithashtu kanë përmendur zgjedhjet si opsion, se çfarë presim partia e tretë në zgjedhjet e fundit dhe druajnë se do ta paguajnë faturën e ngërçit politik. I flasim me deputetin Krenar Xhaferi nga LDK. Xhaferi, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për juve dhe gjithë ata që po na shikojnë. Para pak qastesh edhe ka përfunduar takimi presidentës Osmani bashkë me krerët e partive politike, me qëras edhe u njoftua se kuvendi është shpërndar. Kjo pasi dje nuk arriti konjuftësa që të merte votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë, LDK nuk pati vot pro ti. Pse? Po ne kemi tregu që nga fillimi, e kemi pas edhe premtim elektoral që nuk bëjmë koalicion me lëvizjen vetëvendose, i kemi ndajt stoik qëndrimeve tona, arsyet kanë qenë që i kemi thënë disa herë, unë kujtoj që nga koha e përfundimit të zgjedhjeve deri sot kur edhe është përnda kuvendi, ne kemi qenë në studio dhe kemi diskutu problematikat e këtij procesi dhe normalisht që këtë ky proces ka një fajtor. Po besoj që tash në këtë diskursin e ri, në një proces, sepse tash më jemi në zgjedhje, unë kujtoj që do duhej të ruanim një qetësi politike, do duhej të vazhdonim ndoshta me programin se çka do të ndodh edhe çka do duhej të votonin qytetarët e Kosovës në procesin e ri dhe ta ruajmë pak edhe këtë diskursin e vrasht mes partive politike, sepse edhe në ditën e djeshme. Që janë thirrë 2 seanca, logjikisht një logjike rrjedhës është që seanca e orës 2 dashmë majtë në orën 11. Do më thënë, kur ti e merr një mandatim, 15 ditë i ke afat kohor për me ndërtu qeverin, nuk bën asnjë përpjekje për ndërtim të kësaj qeverisë, atëherë realisht është dashmë ndërzu mandatin është ditën e 2 dhe 3 edhe mos më shku na 15 ditë të humbura, sepse procesi zgjedhor sa më larg vitit të ri, edhe për shkak festave, edhe për shkak shumë probleme, edhe për shkak buxhetit, sepse këtu nganjëherë po thirremi shumë për idealizma e populizma, po realisht problemi këtu tek ne është politik. Domethënë ti pa ndërtu një qeveri, pastaj bën grupet parlamentare, pastaj propozohet buxheti edhe shkon rrjedha. Po krejt kjo logjik populiste nuk është dashur në fond të krijohet si logjike e tillë, sepse megjithatë, unë kujtoj që krejt ky diskurs që do ta shohim në vazhdim, nëse vazhdohet me akuza për pjesën e partive politike, unë kujtoj që i bën dëm procesit zgjedhor dhe mas zgjedhjeve i bën dëm procesit i cili do të duhej të ndërtohej në një proces të ri. Kujtoj që sot ky vend ka nevojë për njerëz punëtor, ka nevojë për njerëz vizionar, ka nevojë për ata të cilët e nisin ditën me punë, e përfundojnë me punë dhe kthehen në shtëpi me djerës ballit, e jo me ata njerëz cilët e kanë diskursin shumë të madh e punën askund. Në këtë logjik unë kujtoj që në këto zgjedhje do duhej të ndronte diskursi i krejt partive politike, të fokusohemi në një proces të ri zgjedhor, të fokusohemi në një proces në premtime elektorale të cilat do duhej të ndodhin dhe të lëm anash këto natet politike të cilat e kanë çu Kosovën sot deri vjet. Zoti Xhaferi që t'i lini anash, nuk po ju referohem juve, po flasin përgjithësi për gjitha partitë politike, që të lënë anash ndoshta këto natet politike kohë më parë, sepse nuk e di nëse realisht deputetët janë të vetëdijshëm se brenda këtij viti qytetarët e Kosovës i drejtohen për të 4-ën herë me radhë kutive të votimit, e kush ju premton se ngjajshëm nuk do t'ju duhet të veprojnë edhe në mars ose në prill, atëherë edhe kur vije puna tek çështja e presidentit. Shqyqeni, problemi politik në Kosovë ka qenë problemi i një mendësie politike apo një ego politike për qëllime të veta politike. Pra, nëse e shohim Kosovën e nuk duhet me pa në konceptin e një egot një njeriu, po duhet me pa pak më gjën, sepse Kosova është më e madhe se ego apo interesi i ratimit të një personi. Në këtë koncept,
ne I kemi shterë të gjitha diskutimet. Unë besoj vetëm në këtë televizion kam qenë ndoshta mbi 30 herë, edhe në krejt diskutimet tona ne I kemi tregu. Unë kujtoj që diskursin, me gjitha të qytetarët e Kosovës janë të vetëdijshëm për procesin, janë të vetëdijshëm sepse që një vjet jetojnë në likurën e vetë me problemet politike në cilat jemi. Tha dhe vetë, po hymë në të katërtën herë në një proces zgjedhor brenda vitit edhe janë të lodhën politikisht. Unë kujtoj që duhet të ndroj diskursin këtë vend, duhet të mendojmë për një vizion zhvillimor në këtë vend, e ky mision apo vizion zhvillimor tregon realisht duhet që ne të diskutojmë për platformat tona dhe mos të kapemi për një diskurs prap politik I cili mund të ketë pasoja mbas zgjedhjeve. Kjo në këtë logjik unë po them që duhet të ruhej fryma zgjedhore. Qytetarët janë të vetëdijshëm për bllokadat cilat kanë ndodhur, janë të vetëdijshëm se kush është fajtor, sepse në këtë pikë për këtë proces ka folë edhe gjykata kushtetuese, ka folë edhe gjykata supreme, kanë folë shumë institucione, edhe realisht unë kujtoj që në këtë pikë ne duhet të fokusoheshim për të ardhmen e mos të mirremi shumë me të kalumën, sepse procesi I kalumës po na vlen peng edhe për pjesën e të ardhmes. Ne do të flasim tashmë edhe për të ardhmen. Kam një pyetje të fundit për juve, meqense jeni e vetmja parti politike që keni pranuar 2 herë ftesë nga lëvizja Vetëvendosje. Marr parasysh këtë, nuk është se keni qëndruar, nuk është se keni ndryshuar qëndrimet e juaja, dhe në këtë kontekst çka pas zgjedhjeve. Shiqë, tash ne ku pozicionohet LDK? Ne hymë në një proces të rizgjedhor, kemi kalu prej një procesi komunal, megjithatë në zgjedhjet komunale LDK ka qëndru si partia e parë politike duke përfshirë edhe kryeqytetin, sepse 7 janë me lëvizjen Vetëvendosje, po kur e përfshin kryeqytetin është komuna më e madhe në vend dhe normalisht logjikisht edhe në rrjedhë të votuesve del si partia e parë në zgjedhjet komunale. Kjo zakonisht nuk përkthehet gjithmonë në nivel qendror, megjithatë unë kujtoj absolutisht, po megjithatë unë kujtoj që në këtë vend do duhej të ngritej edhe vedia e votave ndaj njerëzve të cilët punojnë, njerëzve të cilët kanë kallëzuar rezultate në këtë vend. Mos të kthehemi ne në liderizmin, sepse këto po çojnë në ujë jo të duhur. Pra duhet I kthehemi rezultatit punës. Në këtë vend ka njerëz që kanë punu, edhe ne duhet t'ja japim shansën këtyre njerëzve. Nëse kthehemi ne te vizioni punës, vizioni energjisë, vizioni se si e shohim Kosovën në të ardhmen, unë kujtoj që edhe votuesi reflekton karshi kësaj logjike. Këtu e 5 vjet ne çka kemi pa vetëm tensione politike. Unë kujtoj që ky vend nuk ecë përpara me tensione politike. Duhet të qetësojë skena politike, të shohim për një zgjedhje të reja, edhe ky proces zgjedhor na tregon se ku e ka secili vendin dhe kush e merr fakturën e të kaluarës për moskrimin e qeverisë e Kosovës në këtë mandat që po lëm. Zgjedhjet I keni kërkuar gjitha partitë politike gjatë pothuajse tërë këtij ngërçi politik. Çfarë pret realisht Lidhja Demokratike e Kosovës nga këto zgjedhje, marr parasysh se në ato të fundit u rendet edhe si e treta? Shiqa, unë kujtoj që ky proces zgjedhor ka me prodhu momentum të ri politik. Jam I bindur për këtë, ka me I vedisu edhe liderët politik për rrjedhën e re, sepse nuk ka kuptim blokada, por ka kuptim logjika edhe ecja përpara. Tash duke u bazu në përkthimin e zgjedhjeve komunale, thash edhe një herë, duke u bazu në këtë blokadë cilën e kemi kalu, unë besoj që LDK do të jetë e randhitur mirë në këto zgjedhje, edhe besoj që sot vendit, më shumë se kur I nevojitet fryma e LDK-s. LDK-ja ka ekipin më të mirë, ka ekspertat më të mirë, ka njerëz më të mirë cilët me të vërtet me punën e tyre kanë tregu rezultate konkrete. Edhe nëse secili flet jashtë kamerave tregon që LDK-ja ka ekspertat më të mirë në fushën e tyre, edhe unë kujtoj që kjo në këto zgjedhje do të jetë një përkthim I këtyre zgjedhjeve, sepse njerëz janë lodhur me fjalë, dojnë punë konkrete, e këto punë konkrete vinë rezultate. Shqipëria vi prej Prishtinës.
para 4 vjetëve kam qenë kandidat për asamblenë komunale në Prishtinë. Domethënë një ndër më të votuar në Prishtinë. Kam qenë drejtor investimeve, domethënë nuk kam qenë fytyrë publike. Prej drejtorit investimeve kanë kaluar në parlament. Domethënë njerëz nuk i harrojnë punët e mira, të cilat i bën gjithsecili. Po të njëjtën kohë dhe punët e këqija të cilat secili i bën. Në këtë logjik, unë kujtoj që fakturën e këtyre diskutimeve, për këtë arsye nuk po du shumë me u kthy në të kaluamën, secili qytetar në vetdijen e vet e din se kush është fajtor në këtë farë procesi, po kujtoj që diskutimi do duhet të orientohej në vizionin tonë për të ardhmen e shtetit, po edhe në një qetësi politike, sepse qetësia politike i jep kuptim edhe zhvillimit vendit. Pikërisht te kjo edhe unë dua të ndalim. Edhe unë kujtoj se shumë politolog, shumë njerëz të çështjeve politike shpesh herë kur janë pyetur se cili mund të jetë rezultati i zgjedhjeve, kanë treguar se mund të jetë i ngjajshëm me ulje ngritje të ndonjë partie që i bie se qytetarët sërish do duan që të shohin partitë politike duke bashkëpunuar mes vete. Pas zgjedhjeve që supozojnë të jenë dhjetorit, cili do të jetë qëndrimi i LDK-s për lëvizjen vetëvendose, sepse thatë ne kemi pas premtim elektoral që nuk do të bashkëpunojmë me lëvizjen vetëvendosje, do të mbani qëndrime të tilla edhe gjatë kësaj kohe. Shiqeni, ne megjithatë e kemi një këshill të përgjithshëm ku ndërtojmë politikat tona për proceset zgjedhore. Në logjikën cilën unë po e them këtu, logjika është që diskursi politik në Kosovë duhet me ul. Me sinqeritetin më të madh po ta them, sot më pyet a i don 51% LDK-ja me fitu zgjedhjet, nuk kam qef me fitu 51%. Sepse ky vend don demokraci, nuk don arrogancë, sepse numrat nganjëherë tregojnë arrogancë, edhe arroganca krijon situatë jo të mirë në vend. Unë kujtoj që ky vend do duhet të qetësoj politikisht, nuk do duhet të flisnim këtu për numrat. Por ata janë çka realisht do na lironin nga kjo ngarkesë që e kanë përgjithësi gjithë qytetarët e Kosovës. Pikërisht numrat. 5 vota kanë munguar që ndoshta të çliroheshin. Nuk pajtona sepse numrat kanë ekzistuar. Po ku janë? Ne nuk i kemi parë. Po këtu s'ka pas vullnet për numra. Nëse kthehemi te mandatimi i të parit, pra kryeministrit Kurti në detyrë, ideja është që asnjë përpjekje nuk e ka bë gjatë 15 ditëshit të tij. Ditën e fundit e ka thirrë zotin Limaj sa kemi qenë ne në kuvend duke prit votimin e qeverisë Kurti 3. M'fal. Po pra ai ka pasur, zotë Xhaferi, ka pasur dy ftesa për lidhjen demokratike të Kosovës. LDK-ja as nuk ka marrë në drejtim të opozitës, në kuptimin asaj që ta bllokojmë si proces. LDK-ja ka thonë, është e drejtë çdo partie me thonë që unë nuk du më kon pjesë e një procesi politik me një person për arsye të ndryshme. Tash, nëse dikush nuk don, atëherë ka alternativa të tjera. Ti je i pari, ti duhet me ndërtu konceptin e zgjidhjes problemit. Nëse 57 i ke pas, me nismën i ki 3 deputet, do më thënë edhe një nga minoriteti, numrat kanë egzistu që nga dita e parë. Nëse sheni edhe në votat cilat i ka dhonë nisma, edhe në të zoti Konjufca ka abstenu. Kërkesa atyne ka qenë kryetari kuvendit, në falë, qëfar roli qenë ka kryetari kuvendit, pra në kuptimin e një marrëveshje politike, kur vendi nuk po miraton ligjën ndërkombëtare, kur vendi po shkon RTK-ja nuk i ka pagat e tyne, buxheti nuk është, cila është më e rëndësishme, qenë ka Dimal Basha, në fal, a qenë ka një marrëveshje politike për te kalimin e situatës politike. Unë kujtoj që kryenësia politike në këtë vend duhet me u largu. Ndoshta në këtë pikë duhet gjitha partitë politike që të lëshonin zotin Xhaferi pak. Ne kemi propozuar, sepse LDK-ja kujtoj se pa të thënë, e kemi diskutuar e përmend edhe ju, keni qenë më shumë se 30 herë në studiot tona televizive, shtoj edhe studiove të tjera. LDK-ja pa të deklaruar se nuk votojnë pro edhe tek çështja e kryeparlamentarit kur ka qenë, edhe tek çështja formimit të qeverisë, më pas nisma pranoi një ofertë të cila edhe u bë publike, 4 pozita të larta për 3 deputet sa ka në tërësi. Konjufca tha se ka pas përpjekje për AKN, të cilët gjithashtu e kanë bllokuar, thënë gjitha këto ku mbetet më pas... Shqiqa, këtë tregimi varësisht se që si e shë.
Do më thënë tash, unë po du me thonë, kur ti je i pari, dënë me ndërtu një koncept të një qeverie, ulesh edhe i diskutën. Askush, sa kemi ndëgju prej nismës, nuk ka kërku ambasador me qu në Shtetet e Bashkuara apo dikon tjetër. E ka kërku kryetarin e kuvendit. Shumë i rëndësishëm ka Dimall Basha për zgjidhjen e problemit politik në cilën jemi. Varet prej mendësisë edhe logjikës në cilën vazhdon ti. Domthon kjo është logjika rrjedhse në këtë farë koncepti. Edhe kemi pas edhe nga minoritetet një që ka thënë që do ta votoja qeverinë edhe i zhbon numrat, i zhvotu buxheti, nuk ishin pas shqetësime, apo edhe dje. Seanca orës 11 ishte jashtëligjshme, më fal. Domethënë vend të thirret seanca e orës 2 në orën 11, votohet qeveria, kur ti ke qeveri, mundesh me ndërtu komisione, mundesh me vazhdu me buxhetin, këta e thrasin. Edhe presidenti sot ju bëri sërish thirrje partive politike gjatë takimit që të mbajnë edhe një seancë ku do diskutoheshin çështjet e marrëveshjeve, ne si LDK nuk jemi asnjëherë kundër nëse gjejmë procedura ligjore edhe nuk shërben si populizëm arsyeja një seance. Sepse ti nëse dën rregull e rënd, s'pari admiratën qeverinë. Ti ke hub komplet 30 ditëshin e mandatimit të parit, pastaj 10 ditë zbrasir, i dyti 15 ditë, krejt këto bojnë 40 ditë. Nëse dje ka ra kuvendi, presidenti ja ka për obligim 40 ditë me i shpall zgjedhjet. Pra sot i shumë kohë në një proces, sot kishin votu qytetarët nështë para 2-3 ditësh, edhe ne e kishim pas një prodhim të një situatë dhe nuk ishim marrë me thonë për i hupim fundet ndërkombëtare, nuk për bëjmë buxheti, nuk për na lojnë këtë ose atë. Demokragjia politike në këtë vend duhet me ra. Ne duhet të ecim me kam tokë, duhet me ju kthy punëtorit. Do më thënë, ky vend zhvillohet kur ne i kthejmë punëtorit. Ne, nëse kthejemi me pa logjikën, nëse këtu e 5 vjet jemi mrapa, jemi në 700 milion euro në fonde ndërkombëtare, më fal. Kërkush nuk e ka pengu lëvizjen vetvendosi me ndërtu relacione me administratën Trump, me administratën Biden, me Bashkimin Evropian. I kishim 4 kryeministra shqiptar në këtë vend edhe tentoj edhe aty me bo përçarje. Pra me logjikat të tilla, ne nuk mujnë të ecim përpara. Logjika në këtë vend do duhet që skena politike të qetësoj. Përveç që ti duhet me ndërtu relacione me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, ti duhet me i rujtë relacionet edhe me partitë politike në Kosovë. Ne këtu, në këtë vend, përveç problemit ekonomik, ne kemi edhe problemin politik. E për probleme politike ne duhet të bëheshim bashkë. Në këtë logjik, po them, që ne kemi diskutu këtu e një vjetë, unë kujtoj që kjo logjik do duhet të lijejmë rapa, të folim për të ardhmen, por lutem që logjika e përçarjes, logjika të tilla cilat e kanë kaplu Kosovën edhe populizmet të largohen dhe të ecim tutje me një logjikë të mirë zhvillimore. Po shpresojmë shumë zotë Xhaferi, sepse krejt në fund ditës është në duart e juaja, pra partive politike që gjitha këto t'i lini pas edhe të vendosen interesat e qytetarëve karshi interesave partijake. Shumë e rëndësishme është që vota e qytetarëve të shkojë në formën e duhur të njerëz punëtor, sepse vetëm ata i japin shembullin e mirë këtij vendi. Faleminderit. Ishte po besoj ky edhe një mesazh krejt për fund. Unë falenderoj shumë edhe një herë që ishe pjesë e mesditës. Ne shkëputemi për pak çaste publicitet e pikërisht mbi këto zhvillime politike do të diskutojmë me një panel të ftuarish në pjesën e dytë.